Mirë, ecim po me zhvillimet të kronikës tek një lajm që kam bërritur pikërisht në redaksin e Ora News. Apeli i gjykatës së posaçme la në burg ish presidentin Ilir Meta duke rrëzuar një kërkesë për ndryshimin e masës së sigurisë kundrejt 50.000 eurove garanci pasurore. Vendimet të njëjta me 24 marsin mori edhe shkalla e parë e gjykatës së posaçme që po ashtu e la në qeli kreun e Partisë së Lirisë. Ilir Meta ndodhet në paraburgim prej muajit tetor të vitit 2024, kur u arrestua me kërkesë të SPAK për çështjen çezdia dhe lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion. Nën akuzë për të njëjtën çështje është edhe ish bashkëshortja e tij Monika Kuremadi nën masën e detyrimit për paraqitje. Të akuzuar janë edhe nëna e Kuremadit dhe Piro Xhixho dhe Ema Çoku, që dyshohen për disa vepra penale përfshirë korrupsionin pasiv, pastrimin e parave dhe mosdeklarimin e pasurive. Pra, është ky lajmi ku apeli i gjykatës së posaçme ka lënë në burg ish presidentin Ilir Meta duke rrëzuar kështu një kërkesë të bërë nga ky i fundit për ndryshimin e masës së sigurisë kundrejt 50.000 eurove garanci pasurore.